Mi mbrëma vlezë dhe motra, quam drejtan Toci këmbardh nga Londra për të gjemë pranë jush, sepse Shqipëria është mirim të fatit. Ky pushtet na ka largu nga dheu jon, por unë nuk tremem kur, sa herë që të ketë nevojë vendi jon që shikojmë abuzime, vjedhje, kriminele, vrasje, unë të gjenem këtu pranë. Unë jem ai që mua rrugën nga Londra edhe u solla gjeneratorin njerëzish më të ndershëm që rrinë ditë e natë këtu për një Shqipëri pa të mirë. Ky pushtet na ka largu fëmijët tanë, ky pushtet na ka lënë prindit tanë të jetojnë vetëm. Ata nëpërmjet telefonatës qeshin, përmbasi mbyllet telefonatën ndaj nesh, ata qajnë edhe sot lot aty në rrinë plot të rrjedhin lot. Prandaj ju bëj thirrje gjithë shqiptarësh kudo që ndodhen. Mos keni frikë nga e vërteta, mos keni frikë, po dilni në shesh, protestoni për të ardhmen tuaj, protestoni për fëmijët tuaj, protestoni për një Shqipëri më të mirë, sepse kemi një flamur kombëtar që e duam edhe do ta mbrojmë derisa të jemi gjallë, brez mas brezi. Nuk do t'ja lejmë askujt ta shkel këtë Shqipëri, sepse jemi në ata që do ta mbrojmë. Sa herë që tjetë mundësia, unë do të vi këtu pranë jush, do të gjinën sepse dua vendin tim. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Respekt e zotri për aktin tuaj që dhurua gjenerator.